Të dashur shqiptar, po dëgjoja një këngë të bukur të një këngëtari grek, Liomas e Gremo. Jam I dehur në majën e një shkëmbi, por në gjuhën helene, fjala Gremo ka dhe kuptimin e greminës, një lloj në shqip. Dhe më ngjante shumë ngjashme me fjala gremin shqip dhe Gremo e këngëtarit grek. Këngëtari quhet Pandelis Pandelitis. Dhe fillova të kërkoj këtë fjalë. Në gjuhën helene të vjetër, kjo është me k, kremnos. Mirë po, në gjuhën helene, nga që vendoset në rastin kallëzore ton kremnon, kjo pjesë e tretë së shquar, ton kremnon, është përngjitur pjesërisht me fjalën kremnos, që do thot gremin, në gjuhën helene të vjetër. Kjo futet në gjuhën shqipe, gremnon, dhe është e ruajtur në Shqip, përpara se sa gjuha shqipe të ndahej nga gjuha e lashtë helene. Ndërkohë që kjo evulon në gjuhën greke, zhduken të gjitha rasat e lashta, dhe rasa kallëzore në gjuhën greke është gremno. Kur ta shikoni këtë, do luani nga mend. Është kaq e bukur, ja ta shikojmë bashkë. Këtë zbulim të jashtëzakonshëm, se gjuha shqipe ka ruajtur rasat e helenishtes së lashtë, për fjalën gremin, edhe për fjalë të tjera. Tani ju lutem shikoni në monitor me kujdes se si e bëra këtë zbulim madhështor. Po dëgjoja një blogere greke që po shpjegonte fjalën gremin në gjuhën helene, dhe më ngjau shumë fjala gremo me fjalën gremin. Të dyja kanë një shqiptim të përafërt dhe kuptim identik. Fjala gremin nuk është shpjeguar nga asnjë nga autorët shqiptar apo të huaj, ose shpjeguar gabim. Kjo për arsyen se në fjalën gremin mbahen të përngjitura forma e tretë së shquar e helenishtes së lashtë me fjalën kremnos, që do thot gremin në gjuhën e lashtë helene. Dhe shikoni me kujdes se si është bërë ky zhvillim fonetik I jashtëzakonshëm, që nuk dallohet me shikim të parë. Këtu është në rastin kallëzore gremo, n-ja është zhdukur në greqishtën e sotme, por ka mbetur në shqip gremin. Në gjuhën helene, emërore është gremos. Mirë po, ka mbetur në disa dialekte helene varianti I lashtë gremnos, që është në shqip gremin. Pra kjo vjen nga gjuha helene e lashtë që ka hyrë pastaj në greqishtën bizantine, dhe në greqishtën bizantine në rastin kallëzore është bërë ton krimon, dhe n-ja e tretë së shquar është përngjitur me krimnos, që do thot gremin, dhe ka dhënë gremno në gjuhën greke, por ka dhënë gremin në gjuhën shqipe. Pra edhe gjuha shqipe edhe gjuha greke e sotme pasqyrojnë ndryshimet fonetike të greqishtes bizantine. Po ta shikoni, në gjuhën greke të sotme janë zhdukur rasat e lashta helene. Emërore gremos, gjinore gremu, kallëzore gremo dhe thirrore greme. Tani, siç e shikoni, asnjë shpjegim nuk është dhënë për fjalën shqipe gremin, asnjë shpjegim I kënaqshëm nga asnjë autor I huaj, përfshi dhe Joklin, Majrin, Pedersenin, gjenjit më të mëdhenj të gjuhës shqipe dhe krijuesit e fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Dhe tani, unë këtë rënjë e kam gjetur dhe a tregoj këtu. Ky është fjalori I gjuhëve indo-europiane dhe kjo është rënja 923. Këtu të gjitha fjalët kanë kuptimin varet, diçka në ajër. Në gjuhën lituaneze kemi fjalën karti, do thot të varë me litar. Po ashtu kemi në gjuhën lituaneze pakara, që do të thot pikërisht një kornizë ku varen rrobat. Po ashtu pakars I thon kapses për të varë rrobat. Në gjuhën pruse të vjetër pakaris I thon pikërisht një rrypi. Në gjuhën lituaneze pakore I thon vendit ku varen të dënuarit. Në gjuhën pruse të vjetër pakartis I thon lugut
aty ku del uji, por edhe vendi ku han kafshët, ushqimin. Ka dhe kuptimin trast që varet me ushqim. Në gjuhën greke, kremanu do të thot me var. Dhe pikërisht nga fjala me var vjen kremnos, që do të thot vend i varur, shkëmb që varet, dhe pastaj kjo u përngjit me formën e trajtës së shquar në rastën kallëzore dhe dha gremnos në greqisht, ka dhënë gremin në shqip. Nuk i shkon dot mendja njeriut për këto zhvillime fonetike janë të jashtëzakonshme dhe këtë zbulim nuk e ka bërë inteligjenca kompjuterike. Do të them të vërtetën se si e bëra këtë zbulim. Të dashur shqiptar, ky është një njeri i jashtëzakonshëm, quhet Aleksandra dhe duke parë filmat e saj, kështu unë kam mësuar greqisht. Dhe ajo po shpjegon këngën e këngëtarit të famshëm Pandelis Pandelitis, Liomas e Gremo, dhe shpjegon që fjala Gremo është në rastën kallëzore. Kjo vajzë e mrekullueshme greke është një mësuese e jashtëzakonshme që më ka bërë shumë përshtypje dhe kështu e bëra këtë zbulim. Nuk e kam bërë me inteligjencën kompjuterike. Zbulimin e kam bërë për shkak të emocioneve të fuqishme. Mjafton ta shikosh këtë njeri dhe ta duash gjuhën greke dhe kulturën greke. Prandaj kam bërë këto zbulimet. Të them të vërtetën, jam i magjepsur me kulturën greke të dashur shqiptar dhe me faktin që ilirët kanë folur dialektin dorik. Pra tani e mësuat sekretin tim, ky është njeriu që më ka mësuar mua greqisht në mënyrë virtuale, me filmat e saj, edhe unë po mësoj shqip grekërve me filmat e mi, sepse poshtë filmave të mi mund të aktivizoni titrat të dashur shqiptar. Tani kjo që ka ndodhur është e jashtëzakonshme, sepse unë e gjej fjalorin tim në internet të botuar nga shqiptar që më duan shumë. Dhe tani do t'ju tregoj diçka të jashtëzakonshme. Unë e gjej në internet fjalorin tim të gjuhëve indo-europiane të botuar nga shqiptarët në emrin tim, nga që unë e kam botuar fjalorin falas. Pra, në kompjuter unë kisha origjinalin e botuar në vitin 2004. Ky është origjinali dhe këtu unë nuk i kam shënuar numrin e rënjëve. Thjesht janë rënjët, po pa numra. Ky është varianti i përmirësuar që kam nxjerr kohët e fundit, e kam nxjerr falas tek Akademia Edu dhe një shqiptar e ka marrë dhe e ka botuar në Scribd. Çfarë është Scribd? Ta shikojmë bashkë. Mjafton të kërkosh emrin tim dhe fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe të del tek servisi Scribd. Është botuar atje dhe ka marrë 5 yje si libri më i mirë deri tani. Ta shtypim. Ja ku është fjalori të dashur shqiptar dhe mund ta tërhiqni falas në çdo moment. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Të dashur shqiptar, ky është momenti më i rëndësishëm në jetën time. Pse? Sepse këtu është gjuha shqipe e plot të gjitha fjalët e shqipes të botuar në këtë servis të dashur shqiptar. Këtë fjalor mund ta marrë çdo shqiptar dhe të bëjë zbulime të tjera të mëdha ashtu si unë. Pra fjalori është falas tek servisi Scribd. Mjafton të kërkoni fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe emrin tim të plot dhe fjalorin e merrni falas. Është madhështore. Tani dua t'ju them diçka. Kjo vajza Aleksandra ka marrë me 10 donacione ose dhurata nga shikues nga gjithë bota. A mund të bëni të njëjtën gjë për mua, për një arsye të thjeshtë, që të bëj këtë film mu desh të ndërpres mësimin. Dhe ka shumë rrezik që të më heqin nga puna. Të mbetem pa bukë unë, krijuesi i fjalorit të gjuhëve indo-europiane.
disidenti i dhjetorit, studenti i demonstratave të demokracisë, mund të mbetet pa bukë. Ndërkohë, kam mësuar që një familje gjoja e persekutuar janë bërë miliarder dhe kanë hapur hotele me 5 yje në Himar. Ta ashtu quhetësh të persekutuar politik. Jo vetëm që kanë bërë një hotel, por e kanë bërë buzë plazhit. Kanë dëmtuar ekologjinë e bregut shqiptar. Pra si u bën këta të persekutuar miliarder, më thoni mua. I persekutuar i vërtet jam unë. Do më thënë brezi im, ne që bëm revolucionin e dhjetorit, ne krijuam demokracinë dhe përfituesit e demokracisë janë njerëzit më të ulët të shoqërisë. Kriminalët, praktikisht. Prandaj ju lutem na ndihmoni në mënyrë që unë të kem mundësinë të bëj filma vetëm për ju, të mos punoj për bukën e gojës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.